Spari në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste dua t'i bëj një thirrje Partisë Demokratike të distancohet nga dhuna e përsëritur në protestat e thirrura nga kjo parti. Çdo parti politike ka të drejtë legjitime të protestojë dhe kjo është e garantuar në kushtetutë dhe në ligj, por çdo parti politik apo formacion që thirr një protestë mban përgjegjësi për mbarvajtjen e këtyre protestave. Duket qartë që personat e përfshirë në aktet e dhunës janë persona të nxitur, të dyshuar, të paguar për të kryer ato akte dhune. Kjo është çështja e parë dhe mendoj që Partia Demokratike, një antare e Partisë Popullore Europiane, duhet të distancohet nga këto akte dhune, ndërkohë që Kuvendi i Shqipërisë me urgjencë duhet të shprehet në mbrojtje të punonjësve të policisë shtetit. T'i urojmë shërim të shpejt punonjësve të policisë shtetit dhe të kërkojmë nga prokuroria aplikimin e të gjitha atyre masave shtesë që kemi marrë në vitin 2019 dhe 2020 për paprekshmërinë e uniformës policisë shtetit. Mos harroni asnjëherë që punonjësit e policisë shtetit kanë derdhur gjak dhe vënë në rrezik jetën e tyre në këto raste. E dyta, zoti kryetari i Kuvendit, për procedurë. Zoti Balla, qëndroni te procedura. Për procedurë, ishte propozim, zoti kryetar, dhe besoj që edhe ju duhet ta mbani shënim. Kuvendi i Shqipërisë duhet shprehet për këtë çështje. Tjetra që kam. Zonja e zotrin deputet, popull shqiptar që na ndjek sot nga kjo seancë. Jemi sot në një seancë pak ditë nga një akt akuzë e turpshme. E dhën, pushome se lenam. Ditën e hënë, jemi njohur me akt akuzë të turpshme në ngarkim të 4 udhëheqësve të UÇK-s. 180 vjet bëjti, se di unë për ku punonti, po 180 vjet burg janë kërkuar ndaj udhëheqësve të UÇK-s një akt akuzë e pa dëgjuar, ndërkohë që për asnjërin nga personat e marrë përgjegjës penal të ushtrisë serbe në Kosovë nuk ka ndodhur gjë tillë. Vetëm për Ratko Mladić është kërkuar 40 vjet. Kërkesa për procedurë është Kuvendi i Shqipërisë të ndërpres punimet menjëherë, të ngarkojmë zotin Hasani dhe zotin Shehu në Komisionin e Politikës Jashtme dhe ta përfundoj fjalën. Të përgatisim me urgjencë një deklaratë të Kuvendit të Shqipërisë, e cila duhet gëzojë mbështetjen e gjitha palëve në Kuvendin e Shqipërisë për t'i bërë qartë Hagës dhe çdo aktori tjetër se Shqipëria dhe shqiptarët, populli shqiptar, nuk mund ta pranojnë një balë të tillë të hedhur kundër një lufte të çlirimtare, sikurse ka qenë ajo e popullit shqiptar të Kosovës dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kjo deklaratë e Kuvendit të Shqipërisë duhet të miratohet menjëherë. Dhe ti që i ke shërbyer gjithë jetën tënde Serbisë, liroja të foltore se lenam. Kemi një propozim nga kryetari i grupit të Partisë Socialiste për hartimin e deklaratës që ngarkon dy deputet nga 2 krahat për shkrimin e saj. Ndjes. E votojmë, e hedhim në votim propozimin dhe ndërkohë nëse bie dakord vazhdoj puna, vazhdon seanca. Kush është dakord me hartimin e deklaratës, ngarkohen 2 deputetët, zoti Hasani dhe zoti Tritan Shehu. Do punojnë dhe të na sillen deklaratën. Nëse do bien dakord do ta miratojmë. Kush është kundër? Abstenim nuk ka, atëherë miratohet. Zoti Hasani dhe zoti Shehu të punojnë për deklaratën, ndërkohë ne vazhdojmë punimet. Fjalën për procedurë ka kërkuar zoti Erald Kapri. Zoti kryetar, të lutem shumë respektoni rregulloren e kuvendit. Duhet të respektojmë opozitën. Zini vendet do ta marrë fjalën për replikë, po jo me forcë në duhet të respektojmë opozitën. Fjala nuk merret me forcë në këtë parlament. Uluni në vend dhe do t'ju jap fjalën për replikë. Uluni në vend. Ndërkohë fjalën procedurë ka zoti Kapri. Ndjes zoti Kapri.
Zoti kryetar, unë nuk mund të vazhdoj kështu nëse ju nuk respektoni opozitën. Zoti kryetar, ju lutem respektoni opozitën në këtë parlament dhe nuk mund të ketë seancë normale sa kohë ju nuk jepit edhe një fjalë për replik. Duhet ta respektojmë këtë gjë, ju lutem. Edhe pastaj më dishni edhe mua të drejtën për procedurë këtu, ndërkohë që doja të flisja për protestën e banorëve të Rjollit dhe të Durrësit që kanë ardhur para parlamentit sot, të cilët kërkojnë respektimin e të drejtës së pronës. Banorë shekullor, tani ju lutem respektoni parlamentin, respektoni dhe opozitën, se ne nuk mund të bëjmë seancë plenare në këto kushte. Komplet mungesë transparence. Tani e kërkoj zoti Berisha për procedurë, për replikë, jepjani ta marrun për procedurë, të lutem shumë. Okej, kjo është fjala juar procedurë. Zonja Zhupa për procedurë. Zoti Berisha ka drejt ta marrë fjalën për replikë, pasi ju të uleni në vend se nuk mund merret fjala për replikë me zor, edhe me forcë. Zonja Zhupa. Nuk e merrni. Zoti Bujar Leskaj për procedurë. Shiko, po s'kam si ta marrë dhe unë fjalën kur ju i ndërprisni fjalën kryetarit të opozitës. Le të vazhdoj, doktor Berisha, pasaj të flasim fjalën, po jo, nëse ju duke zaptuar foltoren, por duke liruar foltoren. Ju duhet ta respektoni. Dhe mbas asaj nuk merret fjala me forcë, nuk jemi këtu e nuk duhet bëj krahasime me shtetet tjera. Dhe unë e kam për Kosovën fjalën time, po jepi fjalën doktor Berishës, pastaj do flas. Rregullin edhe zbatimin e rregullores në këtë kuvend e bën kryetari i kuvendit, jo një deputet, qoftë ky zoti Kapri, qoftë ky zoti Leskaj, apo çdo deputet tjetër. Zoti Redi Muçi. Fjalën procedurë, zoti Redi Muçi. Faleminderit zoti kryetar. Nuk mund merret fjala në këto kushte. Uluni që të marr fjalën zoti Berisha. Ulun në vend që të marr fjalën. Zoti Muçi. Doja të sillja në vëmendjen e këtij kuvendi se seanca e sotme ka nisur me protestën e 3 grupimeve ndryshme sociale, grupimin e banorëve të Rjollit cilëve po grabitet prona, grupimin e banorëve të Durrësit të Lagjes Kalas që po u shkatrojnë shtëpitë dhe po nxirren jashtë, dhe grupimin e ish minatorëve që si gjithmonë janë aty për të protestuar për statusin e minatorit. Tani, përfaqësues të këtyre 3 grupimeve kërkojnë që të jenë të pranishëm në këtë seancë, të marrin pjesë dhe të shprehin qëndrimin e tyre, sepse nuk ka ndodhur kurrë më parë në historinë 35 vjeçare të pluralizmit politik që një qeveri të jetë kaq e delegitimuar nga skandalet korruptive dhe njëkohësisht jetë kaq e dhunshme me qytetarët e thjeshtë. Sa më shumë zhyteni në korrupsion, sa më shumë luftoni sistemin e drejtësisë, aq më të pamëshirshëm bëheni me qytetarët e thjeshtë. Unë kam një sugjerim për ju, në qoftë se nuk ju tremb Molotovi, sugjeroj që të keni kujdes dhe të ruheni nga urrejtja e popullit. Prandaj, për procedurë, sugjerimi dhe propozimi im është që në emër të dinjitetit ta nisim këtë seancë me dorëheqjen e qeverisë tuaj dhe të dilni aty jashtë të kërkoni falje për këtë që keni bërë këtij vendi dhe të ftoni përfaqësues e grupeve sociale të vinë këtu dhe të shprehin qëndrimin e tyre. Faleminderit. Atëherë 5 minuta pushim derisa të rivendoset rendi në sallë. 5 minuta pushim. Faleminderit. Kryetarët e grupeve parlamentare, nëse dëshirojnë për një konsultim te zyra tani gjatë minutave të pushimit. Faleminderit.